Po shikoja ca shifra zyrtare tani në internet dhe me thënë drejtën, rreth 2000 përdorues makinash, kontrolli teknik I pas ka bërë gropën. E kuptoni ju, në Shqipëri janë rreth 2000 makina që kanë dalë jashtë standardeve dhe janë çregjistruar. Sipas kontrollit teknik, kanë nxjerrë shifra zyrtare, të cilat mund t'i gjeni shumë në internet. Për periudhën janar-prill të këtij viti janë kryer rreth 126.000 kontrolle teknike të çdo mjeti në Shqipëri. Po numri që na intereson ne është ai me 112.000, sepse bëhet fjalë për veturat që ne përdorim për ditë ose maksimumi furgonët. Dhe 2538 është numri total I mjeteve që janë çregjistruar përfundimisht me arsyetimin që janë jashtë kontrollit teknik, ka parametra shumë të ulët sigurie, janë makina mbi 22 vjeçare, kanë konsum të lartë, tym të lartë, domethënë rangalle fare. Normalisht për mendimin tim këto janë mjete që duhet të nxirren jashtë qarkullimit nga vetë përdoruesit e tyre, por dihet që jemi në Shqipëri dhe fukaralloku bën që ta shtysh edhe këtë vit sa të blesh makinë re, por kontrolli teknik pas ka vënë vulën dhe I pas ka bërë gjë me këtyre shoferave.